mas nej njerëzimi mu shmen, kohët e vështira marrojnë njerëz të mirë, kohët mira, kohët e mira njerëz të ligë dhe njerëz të ligë binë që të në fund, që është sot është aktuale, ku secili është në zonë, nuk sheh për të një përfitime të ngushtë material, edhe çdo ditë më tepër për shkelet mirëqenia sociale. Për shembull, vitin 2018, sipas analizave të koeficientit për motën e, siç e thash Gjini, që është motën e diskrepancës. Ajo është ti bëu diskrepancë, ata i thonë pabarazi, ja. Pabarazi. Nuk është as shpërputhje, pabarazi është një kollë. Në 2016 jemi konë për vendeve cila ka pas pabarazi të ullët, më me thonë, njëna konë dikun pak më nalë se vendet e Evropës qendrore, edhe pak më nalë se sa vendet nordike që janë shembulli më i mirë i barazisë ekonomike, por sipas një analizë që unë vetë kom bë para këtij emisioni, edhe që jem thirr në të dhënat e UNDP-s, Silk Data, të ardhurat e kushtet e jetesës, të IMF-i Cost of Living Crisis që u bën 24-25, edhe të Banka Botërore Poverty and Equity Brief 2023-24, na kanë dalë të gjini 38 deri 41.1 që i ngjitet Shteteve Bashkuara të Amerikës, që do të thonë që 10% shifton parë më shumë se sa 90%. Se 40 merr 40 herë më shumë se sa 40% i fundit. Edhe tash që kjo është tepër e frikshme. Po nëse këto shumë zënë me një vjet edhe dy, do të thonë trendi ka zënë që vajhalli për vend. Edhe në këto ka kontribuar më shumë prej pandemisë e kënej. Kur kësaj pjesë ja shtojmë inflacionin, e sidomos edhe Evropën e shtim për viteve 1970, ku produktiviteti i punëtorit të rrit për 70%, po ai nuk ka mujt me u rrit as në prag me inflacionin, kallëzën e trend që s'morësh me mëshirë.